Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka nënshkruar aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare, i cili autorizon më shumë se $901 miliard për programet e mbrojtjes, ku përfshihet dhe Kosova. Ky ligj pasqyron rëndësinë që Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara i kushtojnë sigurisë së Kosovës, si dhe stabilitetit Ballkanit Perëndimor. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare përmban disa mesazhe si paqja, stabiliteti dhe ardhmja demokratike e Kosovës, që janë interes strategjik i Shteteve të Bashkuara. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare mbështet zgjerimin e NATO-s në Ballkanin Perëndimor, përfshir perspektivën e antarësimit të Kosovës në Aleancën e Atlantikut Veriut, mbështet qartë marrëveshjen për normalizimin Kosovë-Serbi dhe bën thirrje për zbatimin e saj real. Konfirmon gjithashtu se objektivi përfundimtar është njëja e ndërsjellët, refuzon çdo ide për ndarje, shkëmbim territorësh apo ndryshim kufish mbi baza etnike, forcon mbështetjen e Amerikës për demokracitë e Ballkanit Perëndimor dhe procesin e tyre të antarësimit në Bashkimin Evropian.